Fëmia im, ndoshta po ndihesh I humbur, I ngarkuar me pesha që nuk mund t'i heqësh. Kjo mesazh nuk erdhi rastësisht në duart tua. Unë, Zoti yt, kam një qëllim për ty, kam parë çdo lot që ke derdhur, çdo lutje që ke bërë në heshtje, dhe çdo moment të dhimbjes që ke përjetuar. Ti je më shumë se thjesht një emër në mesin e turmës, je një pjesë e rëndësishme e planit tim të madh. Në Jeremia 29:11, unë të thash, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një premtim I fortë. Kjo është një siguri që unë të ofroj. Çdo gjë që po kalon, çdo sfidë që po përballesh, është pjesë e një historie më të madhe që unë kam për ty. Mund të ndihesh si në errësirë, por e di që unë jam drita jote. Kjo është një mundësi për ty të kuptosh se çdo gjë ndodh për një arsye. Ndoshta ke pritur për një përgjigje, për një shenjë, për një ndihmë. Mos haro, unë jam me ty, kjo është një udhëtim, dhe unë kam planifikuar çdo hap të ti. Mendo për momentin që po kalon tani. Çfarë do të thotë kjo për ty? A je gati të hapesh dhe të dëgjosh? Mos e lër këtë mesazh të kalojë pa u reflektuar. Ndani këtë mesazh me ata që kanë nevojë për të, sepse ndoshta ata po kërkojnë të njëjtën shpresë dhe ngushëllim që unë po ofroj për ty. Tani, le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse ka shumë më tepër që unë dëshiroj të ndaj me ty. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për të. Më poshtë, do të shihni fjalën abonohu. A e shihni? Dua që ta klikoni. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të bashkoheni me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tuaj, shtëpinë tuaj dhe zemrën tuaj. Linku. Çfarë po ndodh në jetën tënde tani? A e ndjen peshën e fardos që ke mbajtur në heshtje? Ka shumë njerëz që po kalojnë nëpër sfida të mëdha, duke u përpjekur të mbajnë gjithçka nën kontroll, por brenda tyre ndihen të lodhur, të braktisur dhe të vetmuar. Unë e di se ti je një nga ata. E di se ke lutje të fshehta, ato që ke mbajtur në zemrën tënde, duke shpresuar se ndoshta një ditë do të gjesh përgjigje. Shumë herë ne mbajmë fardos të rënda, duke menduar se është më e lehtë të jemi të fortë për të tjerët. Por, le të jemi të sinqertë, a është kjo e vërtetë? A është e lehtë të mbash një maskë, të qeshësh kur brenda teje ndihesh I thyrë? Në librin e psalmeve, David thotë, më ndihmo, o Zot, sepse u shkatëruan të drejtat e mi. Psalmi 82:3. Ai e dinte se ishte në rrezik, por gjithashtu e dinte se kishte një Zot që e dëgjonte. Ndonjëherë, fardot tona bëhen kaq të rënda, saqë duket sikur po na mbajnë mbrapa. Por, dëgjo, fëmia im, unë kam një mesazh për ty, asnjë fard nuk është shumë I madh për mua. Asnjë lutje nuk është e humbur. Unë kam dëgjuar çdo fjalë të thënë në heshtje. Unë kam parë çdo lot të derdhur. Mos e humb shpresën, sepse unë jam këtu për të ndihmuar të heqësh këto fardo. Mund të ndihesh I vetmuar në këtë udhëtim, por e di se je I fortë. E di se je I pajisur me gjithçka që të nevojitet për të përballuar çdo sfidë. Në momentet më të errëta, kur gjithçka duket e humbur, kujto se unë kam premtuar, kur nuk do të lë, as nuk do të braktis. Hebrejve 13:5. Kjo është një premtim që unë e mbaj me çdo fjalë. Mund të ndihesh si në një labirint, pa një dalje, por çdo pritje ka një qëllim. Çdo vonesë është një mundësi për të mësuar, për të rritur besimin tënd. Në Bibël, populli I Izraelit kaloi nëpër shkretëtir për 40 vjet. Ata prisnin duke u përballur me sfida e vështirësi, por çdo hap I tyre ishte një hap më afër premtimit tim. Ata mësuan të besojnë, të mbështeten në mua dhe të kuptojnë se çdo gjë kishte një arsye. Tani, ndoshta je duke pritur një përgjigje për lutjet e tua. Apo ndihesh I braktisur? E di se mund të duket se nuk ka asnjë dritë në fund të tunelit, por ndoshta ajo dritë është më afër se sa mendon.
Çdo ditë është një mundësi e re për të parë se si unë po punoj në jetën tënde. Çdo hap që merr është një hap drejt qëllimit tim për ty. Përballu me frikën tënde, sepse unë do të udhëheq. Çdo fark që ke mbajtur, lëre ta heqësh sot. Unë kam një plan për ty, dhe është një plan për të mirë, për të dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Jeremia 29:11. Mos e harro kur këtë. Si mund të lëvizësh përpara në këtë udhëtim të jetës? Besimi është çelësi. Besimi në mua, besimi në premtimet e mia e di që ndonjëherë është e vështirë të besosh, sidomos kur gjithçka duket e errët. Por, kujto se unë jam drita jote. Unë jam udhëheqësi yt. Çdo hap që merr, bëje me besim. Tani, le të vazhdojmë të zbulojmë atë që kam përgatitur për ty ka më shumë se kaq në këtë udhëtim, dhe unë dua të të ndihmoj të gjesh atë që ke humbur. Le të shohim së bashku se si të përballesh me ëndrat e tua të varrosura dhe shpresat e harruara. Sepse, fëmia im, çdo gjë që ke kaluar, çdo sfidë që ke përjetuar, të ka formuar për atë që je sot. Tani është koha për të ndjerë forcën që unë kam vendosur brenda teje. Le të shohim se si mund ta transformosh këtë dhimbje në forcë, këtë pritje në një mundësi. Kjo është vetëm fillimi. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurata jote ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër që po vuan. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Nuk është e lehtë të presësh, apo jo? Ajo ndjenja e pritjes që të lë të ndihesh i braktisur, si një pemë pa fryte në një dimër të gjatë. Por, fëmia im, pritja nuk është braktisje. Pritja është një periudhë përgatitore, një mundësi për të rritur besimin tënd dhe për të thelluar marrëdhënien tënde me mua. Unë kam plane për ty dhe ndonjëherë, për të arritur ato plane, është e nevojshme të kalosh nëpër këtë periudhë të dukshme të errësirës. Mendo për Abrahamin. Ai priti për shumë vite për të marrë premtimin tim për një pasardhës. Ai ishte i vjetër dhe bashkëshortja e tij, Sara, ishte e pamundur të kishte fëmijë. Por, unë e thira atë të besonte dhe ai e bëri. Ai nuk u dorëzua, ashtu siç nuk duhet të dorëzohesh as ti pritja e tij ishte një akt besimi, dhe ajo solli në jetë Isakun, një prej bekimeve më të mëdha që kam dhënë. Në këtë periudhë të pritjes, mund të ndihesh i vetëm. Mund të ndihesh si në një labirint, pa një dalje të dukshme. Por, dëgjoj fjalët e mia, unë jam me ty, unë kam parë çdo lot që ke derdhur, çdo lutje që ke bërë në heshtje. Unë e di se ndonjëherë duket sikur përgjigjet e mia vonohen, por ato nuk janë të vonuara, ato janë të përshtatura për momentin e duhur. Mos harro, ndonjëherë, ajo që duket si një vonesë është në të vërtetë një përgatitje e madhe për diçka të jashtëzakonshme. Kjo periudhë e pritjes është gjithashtu një mundësi për të reflektuar mbi veten tënde. Çfarë ka ndodhur në jetën tënde që të ka ndihmuar të rritesh? Cilat janë mësimet që ke mësuar nga sfidat? Çdo dhimbje që ke përjetuar, çdo sfidë që ke kapërcyer, të ka formuar për atë që je sot. Mos e nënvlerëso forcën që ke brenda teje. Unë kam vendosur një potencial të jashtëzakonshëm në ty dhe është koha për ta zbuluar atë. Në këtë proces, ndihmohem të kuptosh se çdo hap që merr është një hap drejt qëllimit tënd. Ndoshta nuk shikon të ardhmen tënde qartë tani, por çdo hap është një hap më afër asaj që kam parashikuar për ty. Mos u frikëso nga errësira. Ajo është vetëm një sfond që e bën dritën të duket më e ndritshme. Unë të kam thirrur të jesh dritë në këtë botë. Mendo për Mojsiun. Ai kaloi vite duke pritur në shkretëtir, duke e ndjerë peshën e popullit të tij. Ai kishte një qëllim të madh, por duhej të kalonte nëpër këtë proces të pritjes. Ai u përgatit për të udhëhequr Izraelin nga skllavëria në liri. Pritja e tij ishte një periudhë formimi dhe ai u bë një lider i fuqishëm për popullin e tij. Po ashtu, ti po përgatitesh për diçka të madhe. Mos harro se pritja është një mundësi për të rritur besimin tënd. Unë kam një plan për ty, dhe çdo hap i vogël që merr është një pjesë e rëndësishme e asaj historie.
Kur të vi koha, do të shohësh se sa shumë ke rritur dhe sa shumë ke mësuar. Do të kuptosh se çdo moment i pritjes ka pasur një qëllim. Pra, fëmia im, qëndro i fort në këtë periudhë. Qëndro besnik në lutjet e tua. Unë kam dëgjuar çdo fjalë, çdo klifmë të zemrës tënde. Pritja është një mundësi për të përgatitur zemrën tënde për bekimet që po vijnë. Pritja është një mundësi për të rritur besimin tënd dhe për të thelluar marrëdhënien tënde me mua. Tani, le të shohim se si mund të transformosh këtë pritje në një mundësi për të zgjeruar horizontet e tua dhe për të hapur dyrë që ndoshta ke menduar se ishin të mbyllura. Sepse, fëmia im, çdo gjë që ke kaluar, çdo sfidë që ke përjetuar, është një hap më afër qëllimit tënd. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për ëndrat e tua të varrosura, për ato shpresa që ndonjëherë duken të harruara. Do të zbulojmë se si të ripërtërish ëndrat dhe të hapim dyert e mundësive të reja. Qëndro me mua, sepse ka më shumë për të zbuluar. Tani, le të flasim për ëndrat e tua të varrosura, për ato shpresa që ndonjëherë duken të harruara. A ke ndjerë ndonjëherë se ëndrat e tua janë të mbyllura pas dyrëve të një kalvari të gjatë dhe të vështirë? A ke menduar se ndoshta nuk do të arrish kur ato që ke dëshiruar aq shumë? Unë kam ardhur për të thënë se asnjë ëndër nuk është shumë e madhe për mua. Asnjë shpresë nuk është shumë e vogël për të ringjallur. Mendoni për Mojsiun, i cili kaloi vite të tëra në shkretëtir, duke u përgatitur për misionin e tij të madh. Ai kishte ëndrat e tij, por ato dukeshin të varrosura në mbarën e një jete që nuk i ofronte asnjë shpresë. Por unë isha me të. Unë e udhëhoqa atë nëpër çdo sfidë, në çdo moment të dyshimit. Kështu që, fëmia im, ashtu si Mojsiu, ti mund të ndihesh i humbur, por unë po të thëras për të ringjallur ëndrat e tua. Ajo që ndodh kur ne harrojmë ëndrat tona është se ne fillojmë të harrojmë vlerën tonë. Ne fillojmë të besojmë se jeta jonë është e kufizuar nga rrethanat tona. Por unë kam krijuar çdo pjesë të teje, dhe unë e di se çfarë je në gjendje të arrish. Unë kam vendosur ëndrat në zemrën tënde, dhe çdo ditë që kalon është një mundësi për të rikthyer ato ëndrat në dritë. Mos lejo që dështimet e kaluara të ndalojnë. Kujto historinë e Gideonit, i cili ndjeu se ishte i pamjaftueshëm për të udhëhequr popullin e tij. Ai kishte frikë, por unë e thira atë për të bërë një ndryshim të madh. Ajo që ai nuk e dinte ishte se fuqia ime do ta udhëhiqte atë, dhe se ai do të ishte një instrument i fuqishëm për të çliruar popullin e tij. Po ashtu është edhe me ty, ti je më shumë se sa mendon, ti ke potencialin për të realizuar ëndrat e tua. Ndoshta ke ndjerë se dyert janë të mbyllura dhe se shpresat e tua janë të humbura, por unë po të them se ka gjithmonë një mundësi për të hapur ato dyert. Kjo mund të ndodhë në momentin më të papritur, sepse unë kam planin tim për ty në Jeremia 29:11, unë të jap një premtim, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një ftesë për të besuar, për të ëndërruar përsëri. Ajo që ndihesh po të ndodhë është një formë e përgatitjes për atë që do të vijë. Mos harro se unë kam putra të mëdha për të hapur për ty, ëndrat e tua nuk janë të humbura, ato janë të varrosura, por mund të ringjallen. Fëmia im, ndonjëherë ndihesh i lodhur dhe i dëshpëruar, por unë e di se ti ke forcë brenda. Ti je një luftëtar. Ti ke qenë krijuar për të qëndruar dhe për të luftuar për ëndrat e tua. E di që ndonjëherë është e vështirë të besosh, por unë kam ardhur për të kujtuar se çdo herë që ti bie, unë jam këtu për të ndihmuar të ngrihesh përsëri. Le të fillojmë të hapim ato dyert të mundësive të reja. Le të fillojmë të shohim se si ëndrat e tua mund të bëhen realitet. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për identitetin, vlerën dhe gracën që unë kam për ty, sepse, fëmia im, ti je më shumë se sa mendon, dhe unë kam një plan të madh për ty. Qëndro me mua, sepse ka më shumë për të zbuluar. Fëmia im, ndonjëherë, në mes të errësirës, është e lehtë të harrosh se kush je vërtet. Ti je krijuar me një qëllim të veçantë, një identitet të papërsëritshëm që të bën të veçantë.
Por, ndonjëherë, bota rreth teje mund të bëjë të ndihesh i pavlerë, si një copë letër që fluturon në erë. Ti ke kaluar përmes sfidave që kam provuar të të thyejnë, por unë kam ardhur për të kujtuar se ti je më shumë se sa mendojnë të tjerët. Ti je një fëmijë i Perëndisë, dhe kjo është identiteti yt i vërtetë. Mund të ndihesh i humbur, por unë kam një plan të madh për ty. Në Jeremia 29:11, unë të thash, sepse unë e njoh mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime për paqe dhe jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Çdo hap që ke bërë, çdo vendim që ke marrë, ka qenë një pjesë e këtij plani të mrekullueshëm. Ti ke vlerë të madhe në sytë e mi, dhe asgjë nuk mund të ndryshojë këtë. Mund të jetë e lehtë të ndihesh i pavlerë kur ëndrat e tua duken të paarritshme. Por kujto, fëmia im, se vlera jote nuk varet nga arritjet tuaja. Ajo vjen nga dashuria ime për ty. Ti je një krijesë e mrekullueshme, e formuar nga duar të shenjta. Në Psalmin 139:14, unë të kam thënë se ti je bërë me përkryersi. Unë të falenderoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Çdo pjesë e teje, çdo defekt që mendon se ke, është pjesë e planit tim për ty. Mund të ndihesh i izoluar, por unë jam këtu. Unë e di se ke kaluar në për shumë prova, dhe ndonjëherë ndihesh se askush nuk të kupton. Por unë të njoh thellësisht. Unë kam parë çdo lok që ke derdhur, çdo natë të gjatë të braktisjes. Por mos harro, fëmia im, se pas errësirës vjen drita. Çdo herë që ti zgjedh të besosh në veten tënde, ti je duke zgjedhur të besosh në mua. Ajo që ti ke brenda teje është më e madhe se çdo pengesë që mund të hasësh. Ti ke një potencial të pafund, dhe unë kam vendosur për ty një të ardhme të ndritur. Në Filipianët 4:13, unë të kam thënë, mund të bëj gjithçka përmes Krishtit që më forcon. Çdo hap që merr përpara është një hap drejt realizimit të qëllimit tënd. Mund të ndihesh i frikësuar për të hedhur hapin e radhës. Por kujto, unë jam me ty. Unë kam premtuar se do të udhëheq në çdo hap që merr. Kjo është një ftesë për të besuar në veten tënde, për të besuar në atë që unë kam vendosur për ty. Le të fillojmë të shohim vlerën që ke dhe forcën që të është dhënë. Në blokun e ardhshëm do të flasim për besimin, bindjen dhe qetësinë që duhet të kemi përpara meje. Sepse, fëmia im, në qetësinë e besimit do të gjesh forcën për të vazhduar. Qëndro me mua, sepse çdo hap që merr do të çojë më afër qëllimit tim për ty. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen e dhurimit në përshkrim. Në këtë moment, le të ndalemi dhe të reflektojmë mbi besimin, bindjen dhe qetësinë që duhet të kemi përpara meje. Fëmia im, sa herë që ndihesh i pasigurt, e di se është e lehtë të humbasësh në dyshim. Por, në ato momente, unë të ftoj të ndalosh dhe të dëgjosh zërin tim. Besimi nuk është thjesht një ndjenjë, është një vendim. Është vendimi për të besuar në atë që unë kam thënë për ty, pavarësisht se si ndihesh. Në Hebrejve 11:1, unë të kam thënë se besimi është sigurimi i gjërave që shpresojmë dhe bindja e gjërave që nuk shohim. A e di se çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ndonse mund të mos e shohësh rrugën e qartë para teje, unë kam një plan për ty. Unë të kam dhënë gjithçka që të nevojitet për të ecur përpara. Kur je në qetësi, je në gjendje të dëgjosh zërin tim. Në Psalmin 46:10, unë të thëras të ndalosh dhe të dish se unë jam Zot. Ajo qetësi që ndjen është forca ime që vepron brenda teje. Më lejo të kujtoj se në qetësinë e besimit do të gjesh forcën për të vazhduar. Mund të ndihesh si Mojsi kur ju desh të kalonte detin e kuq. Ai ndjeu frikë, dyshim dhe pasiguri. Por, unë i thash atij të mos ketë frikë, sepse unë isha me të. Ai e ngriti çastin e tij të besimit dhe, me një goditje të bastisur, deti u hap. Në ato momente të vështira, kur ndihesh i bllokuar, kujto se unë kam hapur rrugët për ty. Tani, si mund të tregosh besim? Si mund të jesh i bindur dhe i qetë përpara meje, kur gjithçka duket e paqartë?
Filloni me lutjen. Lutja është komunikimi yt me mua. Ajo është ajo që të lidh me mua. Është aty ku mund të ndash frikën, dyshimin dhe shqetësimet e tua. Bëhu i sinqert. Unë dëgjoj çdo fjalë që del nga goja jote. Mund të ndihesh si Davidi kur përballej me Goliatin. Ai kishte frikë, por besimi i tij në mua e bëri të guximshëm. Ai nuk e pa gigantin si një pengesë të pamundshme, por si një mundësi për të treguar fuqinë time. Ti gjithashtu ke mundësinë për të treguar besimin tënd përmes veprimeve. Kur je i qetë, ke mundësinë të dëgjosh udhëzimet e mia ndonjëherë, është në heshtje që unë flas më qartë. Kjo është ajo që do të ndodhë në bllokun e ardhshëm, ku do të flasim për discernimin e hapit të ardhshëm. Çfarë do të bësh tani? Si do ta përballosh të ardhmen? Mund të duket se kjo është një sfidë e madhe, por unë jam këtu për të udhëhequr. Unë kam premtuar se do të jap mençuri dhe udhëzim. E di se çfarë ndihesh. Ndonjëherë ndihesh si një fëmijë që po mëson të ecë. Ka rënje dhe ngritje, por çdo hap është një hap më afër qëllimit tim për ty. Fëmia im, besimi yt do të jetë forca jote. Kjo është ajo që do të ndihmojë të kalosh çdo pengesë që mund të dalë përpara. Pra, qëndro me mua, sepse në qetësinë e besimit do të gjesh forcën për të vazhduar. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për discernimin e hapit të ardhshëm. Çfarë do të bësh tani? Si do ta përballosh të ardhmen? Qëndro me mua, sepse çdo hap që merr do të çojë më afër qëllimit tim për ty. Çfarë do të bësh tani? Si do ta përballosh të ardhmen? Këto pyetje janë të rëndësishme dhe sot do të flasim për discernimin e hapit të ardhshëm. Çfarë do të thotë të dish se çfarë duhet të bësh tani? Si mund ta gjesh atë udhëzim të nevojshëm për të ecur përpara? Fëmia im, në këtë udhëtim të jetës, është e natyrshme të ndihesh i humbur, si një anije pa timon në një det të trazuar. Por, le të kujtojmë se unë jam gjithmonë me ty siç thot Zbulesa 3:20. Ja, unë qëndroj në derë dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyjë te ai dhe do të ha me të. Unë jam këtu, duke të thirrur, duke të ftuar të hapësh derën e zemrës tënde për të pranuar udhëzimin tim. Discernimi është një dhuratë që unë të jap, është një proces që kërkon qetësi, reflektim dhe besim. Në momentet e paqartësisë, është e rëndësishme të ndalosh dhe të dëgjosh. Të dëgjosh zërin tim, të kuptosh se çfarë po të them. Siç thot Psalmi 46:10, qetësohuni dhe dinakoni se unë jam Perëndi. Kjo qetësi është thelbësore për të gjetur qartësinë që kërkon. Mund të ndihesh si Mojsiu, që u përball me detin e kuq, duke mos ditur se si do të kalonte. Ai ndjeu frikë, por unë i thash, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. E njëjta është e vërtetë për ty, unë kam një plan për ty, një rrugë që do të çojë në vendin që kam përcaktuar. Por, për të zbuluar atë rrugë, duhet të jesh i gatshëm të dëgjosh dhe të ndjekësh. Shpesh, në momentet e pasigurisë, ne ndjejmë nevojën për të vepruar menjëherë. Por ndonjëherë, veprimi më i mirë është të presësh. Të presësh për udhëzim, të presësh për qetësi. Siç thot Isaia 40:31, por ata që presin të Zotit do të rinovohen. Kjo është një premtim që unë e kam bërë, dhe unë kurrë nuk e thyej premtimin tim. Mund të ndihesh i mbingarkuar nga mundësitë që të rrethojnë. Çfarë duhet të zgjedhësh? Si mund të dish se cila është rruga e duhur? Këtu është ku discernimi hyn në lojë. Kjo është një dhuratë që unë të jap për të ndihmuar të bësh zgjedhje të mençura. Nëse kërkon me sinqeritet, do të gjesh qetësi dhe udhëzim. Unë do të jap shenja dhe sinjale që do të udhëheqin. Mos harro se shpesh hapat e parë drejt një vendimi të madh fillojnë me hapat e vegjël. Kjo është e ngjashme me mënyrën se si një fëmijë mëson të ecë. Ai fillon me hapa të vegjël, të pasigurt, por çdo hap e afron më shumë drejt qëllimit të tij. Kështu është edhe me ty, çdo hap që merr, çdo vendim që bën, është një mundësi për të rritur besimin tënd.
Fëmia im, mos u ndal kur së kërkuari. Kur ndihesh i humbur, kërko me gjithë zemër. Unë jam këtu, duke pritur që ti të më therrasësh. Siç thot Jakobi 1:5, nëse ndo kush nga ju i mungon mençuria, le të kërkojë nga Perëndia, që jep me bujari dhe pa e qortuar. Kjo është një premtim që unë e mbaj. Kur ti kërkon, do të gjesh. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për vlerën e dhimbjes dhe formimin shpirtëror që ajo sjell. Si mund të përdorësh vështirësitë për të rritur besimin tënd? Qëndro me mua, sepse çdo sfidë që kalon është një hap më afër formimit të asaj që unë kam menduar për ty. Fëmia im, ndonjëherë dhimbja është një udhëheqëse e fortë në jetën tënde. Ajo të formon, të sfidon dhe të ndihmon të rritesh. Kur kalon nëpër vale dhimbjeje, mund të ndihesh i humbur dhe i pafuqishëm. Por le të diçka, çdo dhimbje që përjeton është një mundësi për të thelluar marrëdhënien tënde me mua. Më kujtohet historia e Jobit. Ai përjetoi një humbje të madhe, dhimbje të pafund dhe sfida që e përfshin. Por, në mes të gjithë atyre vështirësive, Jobi nuk u dorëzua. Ai e dinte se çdo provë kishte një qëllim. Ai tha, edhe nëse më vrasin, unë do të shpresoj në të. Jobi 13:15. Kjo është një besim që shumë prej jush e kanë të nevojshëm sot. A e di se dhimbja jote mund të çojë në një vend më të thellë të besimit? E di që ndonjëherë është e vështirë të kuptosh pse po ndodh kjo. Ti ndihesh i braktisur, por unë të siguroj se asnjëherë nuk je vetëm. Dhimbja jote është një pjesë e procesit të formimit. Ajo të ndihmon të kuptosh se çfarë do të thotë të jesh i fortë. Çfarë do të thotë të besosh në diçka më të madhe se vetja jote. Mendoni për Pietrin kur ai mohoi Jezusin. Ai kaloi një periudhë të errët, por pas kësaj ai u bë një nga themeluesit e kishës. Ajo që e formoi ishte dhimbja e tij, pendimi dhe kthimi te mua. Unë e përdor dhimbjen për të krijuar dëshmitar të fuqishëm. Çdo herë që ti kalon nëpër një sprovë, je në procesin e transformimit. Je duke u bërë më i fortë, më i mençur dhe më i afërt me mua. Prandaj, kur ndihesh i lënduar, mos e shiko dhimbjen si një pengesë, por si një mundësi. Mundësi për të rritur besimin tënd. Mundësi për të kuptuar se je në duar të sigurta. Unë e di se ndonjëherë është e vështirë të shohësh dritën në fund të tunelit, por besimi yt do të ndihmojë ta gjesh atë dritë. Më kujtohet historia e Mojsiut, i cili udhëhoqi popullin e tij përmes shkretëtirës. Ata përjetuan dhimbje, humbje dhe pasiguri. Por çdo hap i tyre ishte një hap drejt lirisë. Ata u formuan në atë proces. Edhe ti po kalon një shkretëtirë tënde, por e di se çdo sfidë që përballesh është një mundësi për të u afruar më shumë me mua. Fëmia im, mos e humb shpresën. Dhimbja jote është një pjesë e rëndësishme e historisë tënde. Ajo do të të ndihmojë të rritesh dhe të bëhesh më i fortë. Unë kam një qëllim për ty, një qëllim të madh. Dhe çdo dhimbje që përjeton është një hap drejt atij qëllimi. Kur kalon nëpër këtë proces, kujto se unë jam me ty, unë të mbaj për dorë, dhe çdo hap që merr është një hap më afër asaj që kam menduar për ty. Çdo dhimbje do të shndërrohet në forcë. Çdo vështirësi do të shndërrohet në një mundësi për të rritur besimin tënd. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për restaurimin e brendshëm që ndodh para çdo ndryshimi të jashtëm. Si mund të përgatitesh për atë që po vjen? Si mund të ndihmosh veten të rritesh dhe të transformohesh përpara se të shohësh ndryshime të dukshme në jetën tënde? Qëndro me mua, sepse ka një plan të madh për ty dhe unë kam shumë për të treguar. Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdojë të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Kur flasim për ndryshime të jashtme, shpesh harrojmë se çdo transformim i vërtet fillon brenda nesh. A e ke ndjerë ndonjëherë se je në një vend ku gjithçka duket e errët dhe ndryshimi duket i pamundur? Unë të kuptoj, sepse edhe unë kam parë momente të errëta në jetën tënde. Por le të flasim për një gjë të rëndësishme, restaurimi i brendshëm.
Ky është një proces që ndodh para se të shohësh ndonjë ndryshim të dukshëm në jetën tënde. Mund të ndihesh i lodhur, i zbrazët, i humbur. Por, në këto momente, unë kam një mesazh për ty. Unë po punoj në ty, unë po përgati ty për atë që është përpara. Kur shohim figurat biblike, ne shohim se shumë herë, para se ata të arrinin qëllimet e tyre, ata kaluan nëpër procese të vështira. Përdorimi i historisë së Mojsiut është një shembull i shkëlqyer. Ai kaloi 40 vjet në shkretëtir, duke u përgatitur për misionin e tij të madh. Në ato vite, ai u formua, u pastrua dhe mësoi të besonte në mua për çdo hap që merrte. Përpara se të shohësh ndryshime të jashtme, është thelbësore që të lejojmë që unë të punoj brenda teje. Ajo që ndodh në brendësi të zemrës tënde është e rëndësishme. Më lejo të pyes, a je gati të lësh ato ndjenja të frikës, dyshimit dhe pasigurisë? A je gati të hapesh për një restaurim të brendshëm? Sepse, kur ti e bën këtë, do të fillosh të shohësh se si gjithçka fillon të ndryshojë rreth teje. Unë kam një plan për ty, një plan për t'u dhënë shpresë dhe një të ardhme të mirë. Jeremia 29:11 thotë, sepse unë e njoh mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime për paqe dhe jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është e vërteta që duhet ta mbash në zemrën tënde. Unë kam një të ardhme të shkëlqyer për ty, por ndonjëherë, ajo e ardhme kërkon që ti të kalosh nëpër një proces të vështirë. Restaurimi i brendshëm është si një pemë që rritet në errësirë. Ajo ka nevojë për kohë për të zhvilluar rrënjët e saj para se të shfaqet në sipërfaqe. Në mënyrë të ngjashme, ti mund të ndihesh si një pemë që po rritet, duke u përgatitur për frytin që do të sjellë. Mos e humb besimin, sepse unë jam duke punuar në ty, duke të formuar dhe duke të bërë më të fortë. Ndërsa kalon nëpër këtë proces, kujto se çdo dhimbje që përjeton është një hap drejt asaj që unë kam menduar për ty. Çdo moment që kalon në heshtje, çdo lutje që bën në errësirë, është një hap më afër restaurimit të brendshëm. Unë të kam parë, dhe çdo përpjekje që bën për të qenë më i mirë, unë e vlerësoj. Dhe tani, ndërsa ne po kalojmë në bllokun e ardhshëm, le të flasim për atë se si të bëhesh dritë për të tjerët. Si mund të jesh një dëshmi e asaj që unë kam bërë në jetën tënde? Si mund të ndihmosh të tjerët që po kalojnë nëpër procese të ngjashme? Qëndro me mua, sepse ka shumë për të zbuluar. Ndërsa mendojmë për dritën që mund të jemi për të tjerët, le të rikujtojmë se si çdo moment i vështirë që kemi kaluar na ka formuar për të qenë dëshmitar të fuqishëm të dashurisë dhe ndihmës time. A keni menduar ndonjëherë se si një dritë e vogël mund të ndihmojë në shpërndarjen e errësirës më të thellë? Unë kam parë çdo herë kur ke ndarë një fjalë ngushëlluese, një veprim të vogël mirësie, dhe kam parë se si ato veprime kanë prekur zemrat e atyre që ishin të humbur dhe të dëshpëruar. Më kujtohet historia e Jozefit, i cili, pas shumë vuajtjesh dhe tradhtish, u ngrit për të qenë një dritë për popullin e tij. Ai e dinte se çdo dhimbje që kishte përjetuar kishte një qëllim më të madh. Jozefi u bë një lider në Egjipt, duke ndihmuar familjen e tij dhe shumë të tjerë në kohë krize. Ai e dinte se Zoti kishte qenë me të në çdo hap, duke e përgatitur për atë moment të rëndësishëm. Po ashtu, unë po të përgatis ty për një qëllim të madh. Çdo përvojë e vështirë që ke kaluar është një mundësi për të ndihmuar të tjerët. Dhe tani, pyetja është, si mund të bëhesh dritë për ata që janë në errësirë? Si mund të ndihmosh ata që po përjetojnë dhimbje dhe humbje? Drita jote mund të jetë një fjalë inkurajuese, një përqafim, ose thjesht pranim tënde. Kur ti ofron atyre dashuri dhe mbështetje, ti je duke reflektuar dashurinë time. Çdo veprim i vogël ka rëndësi. Mos e nënvlerëso fuqinë e një veprimi të vogël, sepse ndonjëherë ato janë ato që ndryshojnë gjithçka. Mund të ndihesh i vogël, por kujto se edhe një qiri i vogël ndriçon një dhomë të errët. Unë të kam thirrur për të qenë një dritë, për të sjellë shpresë në jetët e të tjerëve. Mos e harro se çdo herë kur ti ndihmon dikë, je duke shkuar përtej vetes. Je duke e bërë botën një vend më të mirë.
Mund të ndihesh i frikësuar për të shprehur veten, por kujto se unë jam me ty, të kam dhënë çdo mjet që të nevojitet për të ndihmuar të tjerët. Ashtu siç thot Bibla në Mateu 5:14-16, ju jeni drita e botës. Një qytet i ndërtuar mbi një kodër nuk mund të fshihet. Po ashtu, nuk ndriçojnë dritat dhe i vendosin në një enë, por mbi një stend dhe ndriçojnë të gjithë ata që janë në shtëpi. Le të jesh një qytet mbi një kodër, një dritë që ndriçon rrugën për ata që janë në errësirë. Dhe ndërsa po e mendojmë këtë, le të shqyrtojmë se si të krijojmë një komunitet të fortë. Si mund të jemi një mbështetje për njëri tjetrin? Si mund të ndihmojmë njëri tjetrin të rritemi dhe të zhvillohemi në besimin tonë? Një komunitet i fortë është një dritë e fuqishme që ndihmon në ndriçimin e errësirës së botës. Kur ne bashkohemi, ne forcojmë njëri tjetrin dhe krijojmë një atmosferë ku dashuria dhe mirësia mund të lulëzojnë. Mendo për ata që të rrethojnë. Si mund të jesh një burim inkurajimi për ta? Si mund të jesh dritë për ata që janë të humbur në errësirë? Ndonjëherë, thjesht një fjalë e mirë mund të bëjë diferencën e madhe. Mos e harro këtë, sepse unë kam thënë se çdo veprim dashurie ka një ndikim të thellë. Dhe kështu, ndërsa po përgatitemi për bllokun e fundit, le të mendojmë për atë se si mund të jemi dritë, si mund të jemi dëshmi të dashurisë sime dhe si mund të krijojmë një komunitet që ndihmon njëri tjetrin. Si mund ta zbatojmë këtë në jetën tonë të përditshme? Qëndro me mua, sepse ka ende shumë për të zbuluar. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes linkut në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Ndërsa po mbyllim këtë mesazh, le të reflektojmë mbi atë që kemi mësuar. A jeni të gatshëm të jeni dritë për të tjerët? A jeni të gatshëm të bëni një ndryshim në jetët e atyre që janë rreth jush? Unë ju thëras sot, fëmijët e mi, për të ndarë atë që keni mësuar dhe për të ndihmuar ata që janë në nevojë. Mendoni për mësimin e Jezusit që na tha të jemi dritë e botës. Ai na ftoi të jetojmë një jetë të tillë që t'i ndihmojmë të tjerët të shohin në errësirën e tyre. Çdo herë që ju ofroni një fjalë inkurajimi, çdo herë që ju ndihmoni dikë që ka nevojë, ju po e realizoni këtë thirrje. Ajo që bëni sot mund të ketë ndikim të përjetshëm në jetën e dikujt tjetër. Nëse jeni duke kaluar një kohë të vështirë, mbani mend se ju nuk jeni vetëm. Unë kam parë vuajtjet tuaja dhe kam dëgjuar lutjet tuaja. Çdo lot që keni derdhur është i njohur për mua. Kam premtuar se do të jem me ju në çdo hap të rrugës. Në Psalmin 34:18 thuhet, Zoti është afër atyre që kanë zemër të thyrë dhe i shpëton ata që janë me shpirt të dërmuar. Ky është një premtim që ju ndihmon të kuptoni se asgjë nuk është e humbur. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi të përfundojmë, mendo për ata që mund të ndihmosh. Si mund të jesh dritë për ta? Si mund të jesh një burim shprese dhe ngushëllimi? Dëgjoni thirrjen time, sepse unë kam nevojë për ju. Unë kam nevojë për ju që të jeni një reflektim i dashurisë time në këtë botë. Mos harroni se çdo veprim i vogël ka rëndësi. Një buzëqeshje, një fjalë e mirë, një veprim i thjeshtë dashurie mund të ndryshojë një ditë të tërë për ditë. Në çdo veprim që bëni, ju po shpërndani dritë dhe shpresë. Dhe tani, ndërsa e mbyllim këtë mesazh, le të lutemi së bashku. Lutuni për guximin dhe forcën për të ndihmuar të tjerët. Lutuni që unë t'ju udhëheq në çdo hap që hidhni. Lutuni që të jeni dritë dhe shpresë për ata që janë në errësirë. Më lejoni t'ju bekoj tani. Zoti ju bekoft dhe ju udhëzoft në çdo hap të rrugës suaj. Le të jeni dritë në botën tuaj, le të jeni një burim shprese dhe dashurie. Dhe kur të dilni nga këtu, mbani mend se ju jeni të dashur, ju jeni të vlerësuar dhe ju keni një qëllim të madh. Nëse keni ndarë këtë mesazh me mua, ju lutem, ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Regjistrohuni për t'u bashkuar me ne në këtë udhëtim dhe ndani këtë mesazh me ata që kanë nevojë për të. Le të krijojmë një komunitet që ndihmon njëri tjetrin dhe që ndriçon errësirën.
Mblidhni zemrat tuaja dhe le të ecim së bashku në këtë udhëtim të mrekullueshëm të besimit. Zoti ju bekoft.